32 milion lekë të reja do të investohen për rikonstruksionin e urës së Bratit, ndërsa projekti parashikon ndërtimin e shkallareve, por dhe pika panoramike. Ky investim realizohet plotësisht nga Këshilli i Qarkut Vlorë dhe konsiderohet mjaft i rëndësishëm për një nga zonat që gjatë sezonit turistik regjistrojnë një numër të lartë të vizitorësh. Kreu i Qarkut Vlorë, Ervis Moçka, ka theksuar se pas marrjes së lejeve përkatëse për shkak të rëndësisë së projektit, tashmë ka nisur edhe punimet. Ka filluar investimi, prej disa ditësh ka filluar investimi, do të është shumë pritur pasi u zgjat pak si procedurë për shkak dhe të monumentit të veçantë që kjo urë është, por dhe të zonës, ndodhet një zonë të veçantë, në zonë mbrojtur. Projekti fillestar parashikon edhe ndërhyrje në këtë zonë, ndërkohë që nga Agjencia e Zonave të Mbrojtura u kërkua që projekti të rishikohej dhe gjithë të kohë u morëm me rishikimin e projektit, po ashtu dhe me nxjerrjet e gjitha levjet të nevojshme, si ato të impaktit mjedisor e të tjerë. Dhe më në fund ishim gati, procedura është prokuruar që vjet, por shkak dhe shirat, pasi është një zonë që mban ujë, e bën të pamundur fillimin e punimeve. Ndërkohë që këto ditë më në fund arritëm që të lëshojmë sheshin dhe ka filluar. Është një investim financuar totalisht nga Këshilli i Qarkut Vlorë. Sa është vlera e këtij investimi? Vlera fillestare e projektit ka qenë rreth 40 milion lekë, ndërkohë që është prokuruar diçka më poshtë dhe 32 milion lekë me gjithë TVSH. Megjithatë, projekti është mjaft i bukur dhe do ta ndjekim në vend dhe janë porositur që të ndiqet dhe të realizohet brenda standardeve, parametrave siç është parashikuar në projekt dhe të dalë një punë e bukur për gjithë zonën. Mund të jetë 4 muaj e fati fundimit, pasi edhe terreni është pak i vështirë, do hapur terreni, ka kuota, disnivel kuotash, ka filtrime ujë, gjitha këto janë gjëra inxhinierike që nuk i dia, po nga vëzhgimi dhe nga na shpjegon inxhinierët është pak ndërhyrje delikate. Por besojmë dhe shpresojmë që do arrijmë brenda afatit të përcaktuar. Ndërkohë, kreu i Qarkut, Ervis Moçka, konfirmon se ky investim pritet të rrisë numrin e turistëve dhe të ndikojë pozitivisht në zhvillimin turistik të zonës. Dhe është një investim goxha i rëndësishëm, pasi projekti është i bukur dhe mendojmë se do të japë një zhvillim jashtëzakonisht madh jo vetëm atij monumenti, i cili do të jetë tashmë i aksesueshëm me shkallë dhe me pika panoramike deri poshtë, por gjithë zonës aty, pasi dim që në muajin e verës është një zonë goxha e frekuentuar nga makinat që lëvizin dhe për në jug të vendit. Ura e Bratit në vitet e fundit ka njohur një rritje të vazhdueshme të vizitorëve, ndërsa me këtë investim të ri pritet të japë një shtysë edhe më të madhe zhvillimit turistik të saj.